Ndodhemi në Prekaz, në shtetin e Kosovës, pikërisht në kullën e Jasharëve. Një kull që sot mbetet legjenda e gjakut dhe historisë të popullit të Kosovës. Historia e luftës së Kosovës mbetet historia e një populli që luftoi për liri. Në këtë rrëfim të madh qendrese, Prekaz dhe një vend të veçantë, si një nga destinacionet më të vizituara nga qytetarë dhe turistë që vinë për të parë nga afër vendlindjen e heronjve të Kosovës. Kullat e Jasharit, ende të shpuara nga plumbat dhe të ruajtura si dëshmi historie, mbeten një kujtim i gjallë i sakrificës, duke dëshmuar se liria nuk erdhi pa gjak. Në mars të vitit 1998, gjatë asaj kohe në Prekaz, ranë dëshmorë 10 anëtarë të familjes Jashari. Më 5, 6 dhe 7 mars 1998 u flijua dhe komandanti legjendar Adem Jashari, duke u kthyer në një simbol të qëndresës dhe lirisë të Kosovës. Pranë kullave ndodhet dhe vareza e fisit Jashari, ku flamuri kuqezi valvitet mbi tokën e lirë. Sot, aty ku dikur dëgjoheshin krismat e armëve, dëgjohet zëri i gjuhës shqipe, i lirë dhe krenar në trojet e veta. Kamera e televizionit Apollon ishte në Prekaz, e shoqëruar nga studiuesi, shkrimtari dhe veterani i luftës së Kosovës, profesor doktor Rakip Gjoshi. Ai u shpreh me respekt të thellë për sakrificën e dëshmorëve dhe për gjakun e derdhur për liri, duke theksuar se historia e familjes Jashari mbetet themeli i identitetit dhe krenarisë kombëtare. Perspektivën 27 vjeçare, vështruar rënien biblike të familjes Jashari dhe fisit Jashari, është një rast të hedhur vështrim mbi lirinë e Kosovës, sepse aty ndahet epoka e robërisë dhe lirisë. Rënia e tyre është dielli i Kosovës, është liria e Kosovës. Pas gjithë asaj dhune të paparë, pas gjithë historisë së lavdishme të Drenicës, sepse Drenica është emblem e rezistencës, emblem e qëllimit, pavarësisht se në gjitha trevat e Kosovës është luftu, e veçanta e këtij vendi është se këtu janë emrat shënor të historisë, Ahmet Elia, Shaban Pulloza, Azem dhe Shot Galica, pastaj Nebih dhe Tahir Meha, dhe deri te rënia e Jashareve është një vistër heronjësh të rënë në këtë rrugë, në këtë shtektim drejt lirisë Kosovës. Rënia tyne ishte një kamban se sa çmueshme është liria, dhe rënia tyre ishte një kushtrim për ushtrinë shqiptare të Kosovës, për këtë tokë fjalësh që është më ambli në gjuhën shqipe. Ushtria shqiptare e Kosovës, 3 shkronja të arta, të cilët sot ndriçojnë mbi Kosovë. Dhe rënia e tyre është kthimi i madh në histori, ndryshimi i madh që ndodhi në histori. Prandaj çdo shqiptar ftoj që të vijë ta sheh këtë vend të shenjtë, sepse për ne pjesën e Shqipërisë mbetur jashtë kufive të Londrës është gruaja e dytë e shqiptarëve.